Përshëndetje miq të dashur, jemi këtu në emisionin vegetarian bashkë me mu Eroditën. Për sot kam vendosur që të gatuaj një pite me chipsi. Po, me chipsi. Është një recetë jashtëzakonisht e lehtë, sidomos për ata vegetarianë të cilët nuk preferojnë shumë produkte dhe për një mbrëmje për me qenë afër televizorit dhe si lloj snack thirret apo antipaste e nxehtë, ja vlen të gatuaj. Përbërësi për këtë recetë janë chipsi, çfarë do lloji, unë i kam marrë si formë trekëndërshit me melmesa, 2 vezë, pakës kachkavall, ajk, bën me shtu edhe qumsh nëse doni me qenë pakës më të lëngshme, pakës parmezan dhe këpurdha. Në fakt bën me i shtu edhe qep, mirë po për të gjithë ata që nuk e preferojnë qepen, unë e vendosa sot me bo vetëm me këta përbërës. Na duhet dhe melmesa të ndryshme, si që është kripa, erëzat e përziera, piperi dhe normalisht edhe vaji ushqimor apo vaj lule dielli. Fillimisht na duhet me i marrë këpurdhat e freskëta, të i coptojmë, pastaj i skuqim në tigan. Ndërkohë na duhet dhe pakës magdanoz për dekor dhe për me vendos në tigan me këpurdha. Mund t'i preni këpurdhat dhe më të vogla, varësisht se si dëshironi ju. Bën me shtu gjalp, bën vaj lule dielli, çfarë do lloj vaji mundeni me shtu. Tashmë i shtojmë këpurdhat në tigan. Marrim dhe magdanozin, pakës e lojmë për dekor, pakës në nevojitet për me vendos në tiganin e skuqjes së këpurdhave. Marrim një lugë, shtojmë melmesat, erëzat të përziera, shtojmë pakës krip dhe pakës piper. Këpurdhat e thithin shumë vajin dhe vjen një kohë ku këto ngopen, kështu që na i shtojmë edhe pak, vetëm sa të marrin atë skuqjen e këpurdhave, ta mën atë ngjyrën e artë, edhe këto për pak janë gati. Shtojmë dhe magdanozin. Këto vetëm se janë gati, largojmë nga temperaturat e larta dhe marrim tavën. Fillimisht na duhet pakës me bo me vaj dhe shtojmë gjysmën
e chipsive. Duke u munduar që mos t'i thejmë. Vendosim dhe këpurdhat. Shtojmë parmezanin. Dhe vendosim pjesën e chipsive sipri. Mundeni me mbush me çfarë të doni, me speca, me qep, me çfarë do lloj produkti që ju pëlqen, mundeni me kombinu. Dhe tashmë, kjo është në rregull. Na duhet me përgadit salcën, të cilën do e vendosim. Shtojmë vezët. Shtojmë erza të përzjera. Dhe pakës piper. Përzijem mirë. Nëse doni me qenë pak më e hollë, atëherë mundeni me shtu edhe pakës qumsht. Përzijet mirë masa. Dhe mundohemi që të shtojmë të prekt në të tëra anët salca. Dhe tashmë krej këtë masë e mbulojmë me kaçkavall të kaluar në rende. Tashmë e shtojmë sipri kaçkavallin. Dhe kjo tashmë është gati që të pjeket në temperaturë 200 gradë Celsius. Parafërsisht 15 deri në 20 minuta. Në rast që keni ajk më shumë apo keni edhe qumsh keni shtu, atëherë duhet tamam 20 minuta. Po në rast që e keni kaq sa unë kam vendosur, domethënë vetëm një gotë, atëherë mundet ta lëni deri në 15 minuta. Vendosim në furrë. Presim derisa ata pjeket. Dhe tashmë pitja me qipsi është pjekur dhe nxjerrim nga fura. Ka marrë ngjyrën tamam të duhur dhe do mundohemi që ta prejmë në mënyrë që t'i kapim të gjitha pjesët.
Këto janë ende krokante. Besoj se është mjaft. Vetëm të vendosim dhe pakës qipsi sa për dekor. Dhe kjo është e gatshme. Dhe kjo ishte tëra miq të dashur. Shpresoj të ju ketë pëlqyer, shpresoj që ta gatuani edhe ju në shtëpitë tuaja. Kaq dhe miru pafshim.